Një fëmija vogël, a me punu, a me rritë fëmijët, a nuk e din, është shumë e ngarkume, është si një anë, shumë e ngarkume. Po me përkrajnë e naimit, burrit, atëri kemi arritë të gjitha. Ka pas edhe persona tjerë që të kanë ndihmu, sidomos tek rritja e fëmijëve vitet e para, po themi, se ta shumë herët pas kanë qenë afër me ty, po gjithsesi ka pas momente kur ti s'ke qenë prezente edhe normalisht. Po, të gjithë familja e ngushtë ndihmojnë çdo herë, sa të munden. Nëse e kanë mundësinë, ata kanë me ndihmu çdo herë, po kanë edhe ata i kanë angazhimet e veta, punët e veta, sunën e mri për të vetit, ka një jetë apëshë pak me vështirë, çdo një ngarkun, me ngarkesa, me vështirësi, me strese, shko më rënqirë dhe shko punon, shko në aton, shko në kiton, nëse në kanë ndihmu krejt, si tash vajzën, si tash e ka mas 16 vite, aty ku i kun pas lokalin, aja zoja lokalit, sa herë ma ka këqyrë, e ka la, e ka këqyrë të nditen, e ka rritë theke, veç bike ma marrë këtë lokali, jo se ki shumë, ama mu, edhe më thyrë theke, pa merak punon lirisht, theke se one ka me ta këqyrë e krejt, dhe i të përfundoj shpunën. Sakrificat e një nane. Nana që. Po ka njerë vjen diçka që se me nanë, që taja as nuk e kësha menu, që ka me pas atë më marrë vajzën në të punu, zdin të ashti a me punu, a me rritë fmin. Ashta ja ka nevoj me ushqy, ka nevoj me ndërru, ti e zone, vetëm dy duri ki. Po prapë se prapë vjen dika edhe në ndihëm ja del nëse danë. Shumë e vërtet. Çdo vështirësi ja del. Po. Dhe tani duhet pa tjetër. Suksesi po shihet që. Shumë e vërtet. Këto vështirësi duhet mi kalu gjithë se cili, janë ato shkallë që pa tjetër nuk ke ndryshe që shmërinë. Të gjitha nanet, se merrni me stres, edhe nëse keni vështirësi, vjen një kohë që krejt që a vështirësi kam një shpërbly. Edhe keni mi thohë kur s'kum hek. Shumë e vërtet. Harohen. Dhimbë të harohen, shumë e vërtet. Gjithmonë edhe e themi në gjuhën e popull që dhimbjet gjithmonë. Pas na bo kur mund, as pas na hek kur gjo për mite mi sa ko ka dukt hale edhe ma shumë. Cili është suksesi tani për me mbajt një marrëdhënie tillë të shëndosh brenda familjes, të e marrë parasysh që ju shiheni në punë, shiheni në shtëpi, shiheni në për mbledhje familjare, dhe jeni gjithmonë afër njëri tjetrit. Edhe derisa ma pozdeshëm ne, gjithsecili mund të kemi ato momentet tona që ndonjëherë nuk zgjohemi mirë, nuk kemi me disponim të duhur, po gjithmonë duhet kemi një marrëdhënie të shëndosh me të afërmit tonë. Ndaj që suksesi që ndron tek ruajtja e balancës, ne nuk është që me do e mos vetëm njëri prej familjes, qoftë edhe më i madhi në moshë, duhet të vendosë për diçka. Po, duhet bëhet bashkarisht, a? Që na karakterizon, besoj është edhe bashkëbisedimi që bëjmë, jo vetëm në punë, po dhe në jetën familjare, ne mbledhemi, diskutojmë, çka është ajo më e mira për neve, kur mblidhen disa mendime, po besoj që është më e mirë dhe një përfundim më i mirë vjen. Edhe ajo besoj që ka qenë edhe diçka që na ka mbajtur me sukses. Ta shalbon edhe që se kena në mesin tonë, lokal, që një vit ka fillu një Business 3, butikun Urban Style, po çdo herë kena ato dhe jena prapë se prapë na jena bashkë. A nuk shkon me gjes butikin e vetë, pa me pi një kafe me neve, pa konsultu diçka, pa nejtë bashkë, pa të pak të një që mos mujtë kur gjo, bilin me na pa. Po. Bilin me na pa. Kjo është marrëdhënia e shëndosh. Pikrisht kjo, që të kemi konsistencë ndoshta edhe me këto takimet. Gjithashtu edhe nuk si Albani, çdo herë dhe aja ka ardhë si me pas konë më rritë të na. Mjetë, që është të gjithë jena të bashkur. Edhe diçka, unë përveç që punoj bashkë me familjen, tashmë edhe nusja ime, që është një grimere. Ka ardhë është bë pjesë e biznesit, po sa mirë. është bë pjesë e biznesit, na ndihmon shumë e punët, është shumë e angazhuar, ka vullnet të madh dhe mendoj që ajo më rrit edhe mua vullnet dhe kuraje. Si më rrit ato, dyqysh. Po më do këtë shpesh kërpër shoh, po mendoj si sikur këta kur kanë filluar fillim edhe manina çështo, shumë shpejt po. Është ambientu edhe është kompletu, po themi ndoshta gjithë. Edhe me profesion juriste si arditi, po prapse prap njëj dyqysh. Punon edhe ajo. Shumë bukur dhe shumë mesazh i mirë për gjithë ata që po na shohin në një mënyrë se kështu duhet transmetojmë. Edhe në qoftë se është bashkëjetesë familjare, por edhe në qoftë se është bashkëjetesë biznesore, se kështu po e quajmë, është mirë që të jetë kjo marrëdhënie, kjo frym, se mandej transmeton edhe gjithë bashkuar.